ti do të më shkatrosh familjen. Ti për ty që do të përfundosh në burg edhe nuk e kishte hall të madh. Nuk ishit ndonjë njësi keqardhje për babën që i shkaktonit këtë ndjenjë? Po themi që unë këtë ndjesi, do t'jetë shkatroni familjen. Unë këtë ndjesi nëse doni më intimisht, unë e kam edhe sot, kur jo shkaktoj edhe fëmijëve të mi. Sepse nuk është lehtë, në vërtet, se në mos tjetër ata i lexojnë komentet, ku ty të shajnë, ku të thonë, çfarë të thonë, por shumë thonë edhe gjëra absurde, që ti edhe në socializëm, edhe në komunizëm ke qenë kye. Unë kam qenë një geometër që se dinte kur kush se ku punoj në përmalet e Maqedonisë, ata thonë e shfrytëzove ti edhe Titon. Unë kur s'kam qenë as antar këshilli edhe në kohën e demokracisë. Vetëm 6 muaj prej Maqedonisë kam marrë pagë mujore. Unë s'kam qenë as antar këshilli, le ta gjejnë. S'kam qenë as antar. Unë gjitha partit kam marrë pjesë në ringjalljen e tyre, në formimin e tyre, pse unë kam dashur ta ushqej shpresën. Po shqiptare keni fjalë. Po shqiptare, shpresën ta ushqej. Po unë kur s'kam qenë ndonjë, edhe unë shpesh them që unë ndoshta jam edhe më i keq se që thonë këta. Po unë s'kam pas mundësi të bëj keq, se që të bëni keq duhet të jeni i pushtetshëm. Unë kur s'kam qenë i pushtetshëm. Kur. Edhe ju si thatë se asnjëherë keqardhje. Unë gjithmonë kam ndjek keqardhje ndaj gjithë edhe ndaj vëllezërve të mi, sepse i kam dëmtuar. Besoni, këtë e kam ditë që i dëmtoj. Sot keni ndjenë përmbushje? Po themi, keni ndonjë peng? Apo mund të thoni që ndoshta një moment mund t'i kem thënë ose bërë gjërat pak më ndryshe? Për këtë pjesën e publicistike se kam fjalën. Mund ta kishit rrezikuar në moment familjen apo... Besoni, nuk kam asnjë peng. Normalisht, unë e di që ndonjëherë je edhe shumë i ashpër, edhe shumë i... Mirë po, unë jam nisë nga ky parim. Vetëm këtë parim e kam pas. Pasi ti ke ardhur e ke rri këtë nivel, që njerëzit duan të ndëgjojnë mendimin tënd publik. Ti je i detyruar, nëse je njeri që t'jesh i sinqert, ka plot gjana që unë nuk i them, i mendoj që po nuk i them, që e pranoj hapur. Sepse e di që o janë të damshme për mu, o janë të damshme për popullin. Sepse edhe populli nuk duhet t'i di të gjitha. Sepse ndonjëherë ose e trembin, ose mund t'a çojnë që të veproj ndryshe. Ka gjëra që them, nuk i them se mund të ketë keqkuptime. Që më ka ndodhur më shpesh. Që të ketë kuptime, a që ti të kesh pas dëshirën më të mirë të thuash diçka që ta prekish diçka që duhet ne të merremi me atë çështje. Mirë po, nuk kam asnjë peng. Edhe unë gjithmonë kam thënë që nëse dikujt duhet unë t'i kërkoj falje, unë duhet t'ju kërkoj falje vetëm fëmijëve të mi edhe familjarëve të mi, të cilët i kam dëmtuar, se ata s'kan mund të punësohen shkaku im. S'kan mund të punësohen. Absolutisht jo. Edhe ju kanë thënë direkt që thoni atij plakushit tuaj le ta mbyllë gojen, po e jam andej kërko. Atë vllajt tim të njerë që ai mandej u armiqsua, një ministër i tha që thuaj atij le të mos flasje. Ta ishin shqiptar? Sigurisht shqiptar, edhe ç'është më e keqja, edhe këtë ta them publikisht. Mu gjithat këqijat atje më kanë ardhur për shqiptarëve. Pse? Si? E po nuk e... Gjithat që... Shiqo, unë s'kam mund të punësohem. Jo që fëmijët e mi, unë s'kam mund të punësohem, edhe unë është desh gjithmonë që të vetë të hapi vend pune.